Qësh je? Kjo është Halil Kastrati, i Suarejkës. Është edhe me sëllëm për prapë e 6 vjetë ka po sëllëm, që është me këta terë me pamperës me srej. S'monë për 2 vetë non-stop do të me leon me shpëlleon. Që sa kohë për e thonë qështu? Që 1 vjetë është me pamperës me srej, me këta terë. Qëto, që atë bërën që atë në shka që si me më bëkë, rëmë të kapështë. Që së është tema je? Jam ne? Gjeli. Gjeli? Po, Gjeli Luzha. Fshati? Begravëc. Komuna Kaçanik. Komuna Kaçanik. Ina 5. Ti, baba? Edhe 2 fëmijë të grupit. Baba, a merr një pension që 100 euro merr pension. E ti apo në nëjse? Unë për nej komanjer. Në njëra selam. Apo më në mi e dalë? Po shtu shka me e di shka qëtë, di shka me bojnë ju, me angë me pi. Ata në gjithë doa në dykër që? Ja kështë në gjithë. Jo. Ja, vesh kryetorit Begrocës, na bjësarë shtu në dinjë me esene, për zonë ideja në gjithë në shekena, se që të kështë jo. Babës, apo më ishme asiguru i laqët? Po, që me loqe, me pampirësa, me ka ketë cenat të kebli. Vetë. Nonën se ki? Ja, nonën ka dhejtë që shkuj këm posë 2 vjetë. Nëso. Allah i të letëso. Gjeli në këna orë me të një shpinë. Falëndej shumë. Me shpitrej. Falëndej shumë. Për hajën koftë. Shumë falëndej shpitrej. Falëndej të përkujtoj Kaçanikit. Na kemi një memorandum me kretarin, me komunën, kështu që e përzjedhë më me shpitrej. Shumë falëndej për juve, Zoti Ruti, inshallah çaj që ka unë një për mua. Shumë falëndej. Allah i të letësoftë. Falëndej shumë. Edhe më në maksimum në gati babës. Po thot, Halil Kastrati, kena orën po thot më ta marru një shtëpi pak më një gjendje pak më të mirë me posë. Hajde kale ushi mirë. Për haj. Allah e të letësoftë. Me iniciale? B pik të. B pik të 6.000 euro. Edhe me iniciale R pik B pik A 12.600. R pik B pik A 12.600. Pjesën tjetër, një pjesë komune, i gjanet publiku me këtë publikohet rastë kësaj familje së të këmës. Gjile, ndryshim i madhë. Po. 2 fjallë të që shpëndijesh. Falëndej shumë për Halil Kastratit, që në karë në ka vizitu këtë familje. Falënderoj edhe Besimir Lazin, edhe këtë besnikin për teje falënderoj shumë. Kryetarin e Begrocës në ka mundësu me marru këtë shtëpi. Edhe donatorët i përshëndes shumë, Zoti i rujt kudo që janë, falënderoj shumë për tena që kanë kontribu për në marru këtë shtëpi. Se me një rrugë po është problem me marru, me mojtë edhe familje, edhe me marru një shtëpi. Unë përnej këma njerë, me një rrugë s'po më rrëjnë në kretë, babën e kam gjithashtu të s'pëmut. Falënderoj shumë për jetimet e balkonit. Halil Kastrati. Në rrata të shtëpia vjetër. E kam moj, se është me pampersin me këtë atër. Me sëllëm është ai rindi. Unë kujdes në më shumë të për ta. Po, shumë a letë. Shumë a letë. Sa gjë kushet pak ma tramna, se shtëpia vjetër është leke shumë. Për të mi kom ma keqë. Për të mi se na do jetë këtë banën, po për të mi këshu. Vlen të ceket se të kjo shtëpi kemi 2 donatorë, ku njëri ka japë me shumë me 6.000 euro, një donator tjetër 12.000 lashen kanë dëshiruar në Ngelën e Nem, 10.000 euro në bashkëpunim me komunën e Kaçanikut, pjesën tjetër janë donatorët e SCOT-s, me neve sa dhe prapë besnik. Po, atëherë jemi duke dhuruar shtëpinë e tretë, që kemi parë bashkëpunim me shoqatën e tij Mata Vinteni. Sa e falenderojmë gjithë donatorët që kanë ndihmuar për familjen e Xhelil Luzhës. Në vetë veç inshallah gëzon këmbë.
Na, po ja bojmë për herë, gjile. Faleminderit shumë. Shalom, mirë, Faleminderit shumë. Pastaj gjona, me pamë të shpizre, ba mirë, se zotë.